E kam vllaun e zhdukun, Ilmet Cemilin, 99 është i zhdukun, I ka pas 33 vjet. Na kanë hinë mal forcat serbe, na kanë marrë vllaun edhe 3 fëmijë. Fëmijën I kena gjetë në vllai, e vllaun pe a di që mo kës. S'dina sen për ta. Kisha bo apel me morë mosa e me ditë vili ku e ka vërën. Si familjar, kërkojmë drejtësi, kërkojmë nga institucionet e Kosovës të bojnë presion tek vendorët mbi shtetin serb të del drejtësia në shesh. Edhe 104 Mitrovic, 1566 persona endet pa gjetën mas 27 vite, kjo është një merr I madh për Kosovën. Nuk po them se s'kanë punuar qeveria e Kosovës, kanë punuar atë çka kanë mujt, po ndërkombëtarët bëj apel që me bë më shumë presion për kësaj. Në komunën e Mitrovicës janë edhe 104 persona të zhdukur me dhunë, pra për cilët nuk dihet dhe nuk ka informacione se ku janë. Unë tregova për kushtimin institucional, punën që institucionet e Republikës së Kosovës e kanë bërë në drejtim të zbardhjes së fatit të zhdukurve me dhunë. Tregova që problemi kryesor në këtë drejtim është Serbia, që vazhdon të mos jep informacione për fatin e tyre dhe natyrisht që u zotova që kërkesat që familjet, që nanat e personave të zhdukur me dhunë do të adresohen te institucionet përgjithëse. Kjo është vizita ime e parë në këtë shoqat, por I falenderova edhe për punën e madhe që kanë bërë ndër vite, punën që do duhet ta bënin institucionet me njëherë pas periudhës së luftës. Në fakt e kanë bërë organizatat dhe shoqatat, përfshirë shoqata këtu në Mitrovic. Tashmë, siç e dini, kemi edhe institutin për dokumentimin e krimeve të luftës, kemi mundësuar gjykimin në mungesë, sepse me familjarët e viktimave të luftës, me familjarët e personave të zhdukur me dhunë, në vazhdimsi tema kryesore është drejtësia.